Bile, para se të gjironi, më tha, jam të e majt në, jo dietë, po tha një detox organizmi, dhe në 12 nuk po kur gjohën, 12, thasha, së është kesh për foshëna, edhe po ta bëj edhe këtë pyetje publike, që shtazonat nuk ka nevojë me hongër për 2 veta, Jo, asnjëherë nuk ka nevojë me hongër për 2 veta, për vlera ushqyese sa i duen një personi, kuptohet për ata janë edhe suplementat, vitaminat, patjetër duhet mi rrit, për shembull, nëse jemi sezonën e dimrit, patjetër duhet me hongër gështënjat, patjetër duhet me hongër kungullin, patjetër duhet me hongër krejt, mi marr vlerat ushqyese që i duhen, me ndisi përgjithësi të jo me marr sasi, po me marr cilësi të ushqimit. Nashta me ndi përgjithësi ma shumë se në çdo hap tjetër, ose nëjherë neglizhojmë, sidomos na femnat jemi të prime me neglizhu shëndetin edhe vetëm nëse me pas prioritet, po gjatë shtazanisë të shumë e rëndësishme me marr vlerat ushqyese, nuk ka nevojë për sasi, po për cilësi. E kuptojmë, mi marr makro dhe mikronutrientet, yndynat e shëndetshme, proteinat, karbohidratet e duhura. Çdo herë me bu zgjedhjet e duhura, nuk na duhet sasi. Po për 2 veta asnjëherë. Asnjëherë, është një këshill e nutricionistës.